është bërë ndërhyrje në Niger ose presioni në Nigeris, u përmend rasti për të krishterët në Nigeri, por ideja ishte është një prodhuesi më të mëdhenj të naftës. Njëkohësisht, e cila e çon në Kinë. Dhe po gjitha rrugët çojnë në drejtim të Kinës, por plasja është midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusia tashmë ka dalë në dritare në një farë mënyre, ashtu siç kanë dalë në dritare dhe në dritarin e Kinës. Jo, kanë dalë në dritare sepse për momentin nuk e kanë kapacitetin të angazhojnë një përplasje kaq të madhe. Po, por të bashkëpunojnë në këtë përplasje kaq të madhe që duket se po ridimensionon botën? Janë aleancë janë, dhe jo vetëm kaq. Rusia ka dokument bashkëpunimi strategjik dhe traktat bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me Iranin. Por për momentin nuk është angazhuar, po e ka sepse është marrë vjetësh nënshkruar, ka vajt Putini dhe ka nënshkruar. Dhe nuk e ka zbatuar me arsyetimin që ti nuk po i përmbahesh ca kushteve dhe ai po të sulmon, nuk është se të ka shpallur luftë, po bën pak a shumë si operacion special, siç po bënte ata në siç e quajnë që nuk është luftë, por është operacion special. Edhe për më tepër thoshte nuk është se jemi angazhuar që të kemi një, domethënë, klauzole të zbatojnë në mënyrë automatike. Ti fillon një konflikt dhe unë të futem direkt brenda. Marko, Teresa. Për sa i përket destabilitetit, rajoni ka qenë i destabilizuar prej kohësh dhe ka qenë i destabilizuar kryesisht prej veprimeve të Iranit, sidomos nga vitet 90 të nxitura nga Irani apo të nxitura nga të tjerë. Ti ke konfliktin në Liban, në të cilin ishin Hezbollah, të cilët nuk e lanë rahat kurrë Libanin. Ti kishe konfliktin në Siri, trupat e këtij kanë vajtur të kanë masakruar me qindra mijë vetë. Me qindra mijë, i merrnin njerëzit, i hidhin grop, më keq se sa ato që kemi parë në lufta e dytë botërore. Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit janë përzierë në konfliktin në Irak, në ato që ndodhi. Nuk ndodhi kot kryengritja e sunive, të cilën e përdori ISIS-i pastaj për qëllimet e veta në Irak. Ishte pikërisht rapezaljet që bënin milicit shiite ndaj sunive në Irak, që quan në atë gjë, e njëjta gjë edhe në Siri, kur regjimi që i përkiste prap sektit shiit, krijonte atë presion dhe do kishte lindje mes me këtë interes për superfuqit nëse s'do ishte fuqi ekonomike. Edhe Houthi, konflikti që është në Yemen. Dhe Houthi që godasin nëpërmjet raketave të Iranit dhe koordinatave që e jep Kina për anijet që kalojnë aty, godet çdo transportues madhër që kalon në zonën në atë ngushticë. Dhe vetëm impakti që kanë në ekonominë globale shkon 0.5% deri 0.7% inflacion të vjen vetëm në fakti që Houthi godet çdo anije që kalon aty afër me raketa. Se detyrohen anijet ose të rrisin premion e sigurimit, sepse është jashtëzakonisht e rrezikshme të kalosh aty, ose të bien akepi shpresës mirë për gjatë Afrikës për të ardhur mallrat. Sot ne për shembull 0.5% ose 0.7% inflacion që kemi mallrat tona, sepse është inflacion global, e kemi vetëm prej Houthit. Faleminderit prej Iranit. Pra, në gjithë të kuadër, nuk është se vendi aty ishte stabil, paqe, gjithë jetonin me kumbaya, gjithë duke u kënaqur dhe paprit mas nisin luftë. E gjitha kjo ka ndodhur për shkak të këtyre ambicjeve të Iranit. Dhe është destabilizuesi kryesor në rajon. Me ambicjet e veta, sepse ka ndërhyrë në çdo vend me proksit e vet. Nuk ka asnjë vend në cilin nuk ka tentuar. Houthi për shembull ka goditur Arabinë Saudite, goditën Aramkon para disa vitesh. Apo ja. Pra, Irani pastaj ndërhyri edhe në Bahrein, ku shumica e popullsisë është sunite dhe ka një monarki sunite. U detyrua Arabia Saudite çoi trupa në Bahrein. Etj. Ka pas një ambicie perandorake, e cila ka destabilizuar ky konflikt që është midis sunive dhe shia, nuk është konflikt që ka lindur 1990-ën. Dakor, por, Egon, mendon që dikush e ka ushqyer këtë ambicje të Iranit për të interesuar kjo situata destabilizuese brenda lindjes mesme? Kanë lindur ata se me ato besim janë. Diçka që mua më bën përshtypje sa i takon konfliktit, qoftë nga pala e Iranit, qoftë dhe nga pala e Izraelit, dhe nga pala e Amerikës, është që në qarqet caktuara kjo nga gjitha palët trajtohet si luftë e shenjtë. Pra luftë me mision hyjnor që na ka çuar Zoti aty ose për të shkuar në kufit historik. Ose na ka dhënë Zoti detyrën që të mbrohemi.
Pra, kishte një gazetar freelance në X sot që më raportonte tani, për të qenë sinqert, këto janë, po themi, raportime jo plotësisht verifikuara. Megjithatë, duke marrë parasysh personazhe si Lindsey Graham, që është personazh publik dhe e dim se çfarë frymëzime ka, nuk është se janë gjëra që nuk ndodhin. Pra, thoshte që brenda qarqeve amerikane ka një lloj fryme kështu biblike zioniste, po më shumë zioniste se biblike, pra për të trajtuar misionin kundër Iranit si pra një luftë të shenjtë të tjerë. E njëjta gjë ndodh patjetër edhe në krahun e Izraelit dhe sigurisht patjetër edhe sa i takon pra Iranit, që është një teokraci. Kjo nuk diskutohet. Po dëgjoja që ti them, ti rendis disa pika, më dhënë që të mos i haroj. Para disa ditësh, po dëgjoja ditën e parë, më duket, në datë 28, ose dje në datën 1, apardjes është data 3 sot, po dëgjoja general David Petreusin, cili ka qenë komandanti CENTCOM-it, që po fliste në lidhje me taktikën ushtarake ndjekur nga Shtetet e Bashkuara në këtë sulm. Dhe një element më bëri përshtypje, ai e tha, nuk është në zbulim, se kjo gjë dihet në rekordet, po themi dhe në strategjinë amerikane, që një sulm i tillë ndaj Iranit planifikohet strategjikisht dhe ushtarakisht që në vitin 2009, kur ky kishte qenë pra drejtuesi i CENTCOM-it. Pra, sigurisht që këto gjëra nuk lidhen me ndrimin e presidentëve, pavarësisht se serioziteti ose mungesa e seriozitetit e një presidenti mund të jetë kyçe në mënyrën dhe në kohën se si sulmi dhe kur sulmi zhvillohet, dhe qartëzi serioziteti i munguar i presidentit Trump në këtë rast është po kaq vendimtar. Dhe sa i takon për shumë për të hyrë dhe pak në histori shumë shkurtimisht, ka një arsye pse Irani ka zhvilluar proxyt. Jo se duket sikur po bëj avokatinë e Iranit, thjesht po e shpjegoj teorikisht pse kjo ka ndodhur. Dhe lidhet drejt për drejt me konfliktin me Irakun në vitin 1980, kur Saddam Husseini arriti që të futej në brendësitë e Iranit dhe pastaj u zhvillua një luftë 79-89, pra një luftë jashtëzakonisht të kushtueshme nga pikpamja njerëzore për Iranin, dhe Irani e kuptoi që strategjikisht do duhet që t'i parandalonte kundërshtarët dhe armiqtë e vet, jo në kufijtë e vet, po në kufijtë e tyre, në brendësitë e shteteve të tyre. Dhe nga kjo luftë lindi edhe ose u krijua një personazh që ne e njohim të gjithë, që është Qasem Sulejmani, kreu i Kucave, pra i krahut të goditjes së jashtme të Gardës Revolucionare.